Vajza e presidentit amerikan Donald Trump, Ivanka Trump, vijon të tërheq vëmendjen gjatë vizitës së saj në Shqipëri, ku ka dokumentuar momente nga Bregdeti i Vlorës, duke e përshkruar në rrjetet sociale me fjalët "Shqipëria është magjike". Vizita e saj, që nisi 2 ditë më parë, u përqendrua kryesisht te projektet strategjike dhe investimet në zonën e Bregdetit, ishullit të Zazanit e Zvërnecit. Gjatë qëndrimit në Vlorë, Ivanka Trump është shoqëruar nga grupe arkitektësh të ndryshëm duke vizituar studio vendase të huaja, si edhe duke eksploruar zonën e Zvërnecit. Një pjesë e veçantë e vizitës përfshiu edhe takimin me kryeministrin Edi Rama në kryeministri, ku diskutuan projektet e zhvillimit dhe investimet strategjike që lidhen me turizmin dhe zhvillimin ekonomik lokal. Qëllimi kryesor i vizitës lidhet me investimet e kryera nga bashkëshorti i saj Jared Kushner, i cili vitin e kaluar u bë investitor strategjik në ishullin e Sazanit, duke prezantuar një projekt turistik masiv që përfshin 562 hektar tokë. Projekti synon zhvillimin e një marine turistike, ndërtimin e hoteleve dhe rezidencave luksoze, si dhe hapësirave gastronomike dhe rekreative të dedikuara për vizitorët. Vlera totale e investimit pritet të arrijë 1.4 miliard euro, duke e kthyer këtë zonë në një destinacion të rëndësishëm turistik për rajonin. Vizita e Ivanka Trump ka ngjallur interes të madh mediatik dhe është ndjekur nga publikime të shumta në rrjetet sociale, ku ajo ka ndarë imazhe nga plazhet dhe ambientet turistike. Përveç angazhimeve profesionale, qëndrimi i saj në Shqipëri është parë edhe si një shenjë thellimi të lidhjeve ekonomike dhe diplomatike midis Shteteve të Bashkuara dhe vendit tonë, duke theksuar rëndësinë e projekteve strategjike që synojnë zhvillimin e turizmit dhe investimeve në rajon. Ivanka Trump është larguar nga Shqipëria këtë të premte, duke mbyllur një vizitë të pasur me takime, inspektime dhe diskutime mbi projektet që mund të transformojnë Bregdetin shqiptar në një qendër të rëndësishme turistike dhe ekonomike.